Përshëndetje miq të Speed Hunters, më në fund erdhi koha që BMW-n ta ulim këmbët e veta se u bë një vit e gjysmë e shkreta që ngeli me, si i themi ne, me këmbë përpjet. Atëherë t'ju bë një përmbledhje të përgjithshme të punëve. Kemi bërë powder coating ose ngjyrues me temperaturë të lartë me pudër të gjithë drivetrainin e makinës, duke filluar nga urat, diferencialet, stabilizator, krah, etj, domethënë çdo gjë që ka makina. Kemi bërë zinkimin e gjithë vitave, siç e treguam dhe pak më parë, zinkimin e gjithë vitave të urës dhe gjitha gjërat praktikisht janë të reja. Gjetëm susta HR 30 mm më të ulura, domethënë makina do ulet pak më shumë se ç'ishte. Amortizator të ri të Bilstein dhe pe fundit fare ishin gominat Powerflex e gjithë gominat e drivetrainit, domethënë gjithë gominat e makinës. I kemi nga Powerflex që janë lifetime warranty, domethënë me garanci të përjetshme, janë pak më të forta se gominat e standarde, po prap janë për përdorim rrugë. Herën e fundit ne bëm dyllin e kaviteteve që quhet makinës. Është një proces që insertohet edhe futet dyll brenda gjithë tubave të shasisë dhe gjithë vrimave që ka shasia. Kjo bëhet për të ruajtur shasin në kohë të gjatë, domethënë mos gaboj, kjo kishte diku ke 30 vjet garanci për ruajtjen e metalit. Pa humbur kohë, do fillojmë me çmontimin e gjithë gominave, një nga një, diferenciali, ura, shpatulla, krah, stabilizatori e tjerë, dhe do t'i zëvendësojmë ato të gjitha me gomina Powerflex të reja. Për gjithë ju që interesoni për këto gomina dhe për këto materiale që ne kemi blerë, kontaktoni tek Apex Performance Part ose Speed Hunters dhe aty do gjeni të gjitha informacionet e duhura për modifikimin e makinës tuaj. Atëherë mbaruam pjesën më të madhe të zëvendësimit të gominave. Ishte çik punë e vështirë dhe kryesisht punë fizike, na u dosh të përdorim çik dhunë dhe jo të gjitha ato si transmetojmë në video se janë ca gjëra që ngelen sekret, po e rëndësishme është që nuk bëm asnjë dëm. Hoqëm gjitha gominat, nuk prishëm as bojë asgjë. Vum gominat e reja. Vështirësia ishte heqja se vënia ishte diçka punë sekonda, domethënë se cila shkonte në vend vet. Duhet sigurohemi që mbasi kemi hequr gominat e vjetra për shkak të shumë viteve të kaluara, ato kanë kriju kalcifikime ose ndryshk tek foleja e vet dhe është shumë e rëndësishme që ato të pastrohen mirë me furçeteli. Gjë tjetër është që patjetër duhet përdorimi i grasos që ka secila kuti për sipas instruksioneve, domethënë që të vendosen në vendet e veta. Një problem i vogël që hasëm ishte orientimi i gominave, nga kush krah vije çfarë, por për fat mirë, gjitha gominat vijnë bashkë me PDF-n, instruksionet se si instalohen. Kështu që mjafton t'i kesh ato ose t'i gjesh tek faqja zyrtare e Powerflex dhe mund t'i bëj edhe dikush që nuk ka idenë fare këtij sporti, po themi. Na ka ngel vetëm 2 gominat e mocës mbrapa që kishim harruar me porosit në një farë mënyre dhe gominat e diferencialit që sot nuk patëm kohë më të vazhdonim, do t'i vazhdojmë një ditë tjetër. Do bëjmë porosinë e 2 gominave që na kanë mbetur dhe besoj për një javë do presim sa të vinë gominat e tjera që ta kompletojmë gjithë drivetrainin, po themi. Dhe do fillojmë me fazën tjetër që është faza e montimit të gjithë këtyre
pjesëve, gjithë drivetrainit në shasi. Kemi dy ide ose ti montojmë këtu ku është dhe ta lëvizim makinën më kollaj, ose do ta lëvizim siç është makinën tek pjesa e servisit në urë dhe atje ndoshta kemi pak më kollaj montimin, por është çik problem transporti për shkak se govat janë shumë të vogla dhe është çik meraku i rënies makinës. Por gjithsesi do ta shohim një moment dytë. Gjatë kësaj jave që presim për pjesët na vinë, do të vazhdojmë me sistemime të vogla të linjës që na kanë mbetur, disa rregullime të vogla dhe kapset që të shkojë çdo gjë në vend vet. Dhe me shpresë për brenda verës 2025 makinën do ta kemi gati. Ditë e re, sot do vazhdojmë me montimin e gjithë urave së para, urave të mbrapa dhe gjithë mocave, gjithë elementeve të drivetrainit. Nuk besoj se do ta mbyllim brenda një dite, kështu që do kemi disa ndërprerje dhe disa shpjegime her pas here se çfarë po bëjmë. Do ta fillojmë punën direkt pa u mërkuar me urën para, sepse është më e thjeshtë, janë gjërat pak më të veçuara dhe mund t'i punojmë një nga një, sepse dyshoj që mund të kemi disa mangësi detaje të vogla, kapse, regjistra etj. Kështu që do her pas here të bëjmë një pauzë për të shpjeguar çfarë po ndodh dhe për të treguar pak a shumë detaje se ku jemi me punën, që edhe nëse do keni pyetje, të mundohemi t'i kthejmë përgjigje të gjitha. Atëherë, urat para siç e thash kemi gjitha gati, poliuretan, Powerflex, stabilizatorët, krahët, gjitha domethënë, këmbëkamin, çdo gjë para, do ta mbyllim besoj para do ta mbyllim brenda ditës të sa mbrapa. Ideja është ta kemi më kollaj dhe ta montojmë tu ku e kemi. Mendoj se do ta montojmë urën tokë dhe pastaj mund ta shtojmë këtu poshtë për 4 vite edhe vëmë direkt në vend pastaj. Kjo është ideja për të shpejtuar edhe çik me kohën dhe për mos edhe për patën gabimet kena mundësi të ju rikthehemi pa lëviz makinën. Pa u mërkohë, me timelapse do kemi gjithë procesin me montimit. Kështu që fjalët besoj janë të tepërta, nuk është se doni të shihni mua më shumë tepër doni të shihni punën. Kështu që vazhdojmë nga punë. Atëherë, mbarua me montimin e urës mbrapa, paktën elementet kryesor, krahët dhe këto shpatullat i mbaruam. Powerflexat, regjistrat. Tani na doni një problem i vogël. Për shkak se këto janë lyer në koti, këto mocët e mbrapme janë prish kuzhinietat. Kjo funksionon, po tjetra ishte kuzhinet prishme, kështu që për sot mbyllet këtu puna dhe mbetet për herës tjetër për të vazhduar me montimin. Çdo gjë shkoi shumë mirë. Okej. S'pata asnjë lloj problemi, shpresoj mos kemi ngatruar krahët sepse këto shpatullat domethënë janë çik çuditshme sepse janë gjitha një lloj dhe nuk ka asnjë lloj shenjë që të dallojmë para se mbrapa. Është vetëm një hark i vogël këtu, pasi ky smeret vesh është problem goditje apo është shenjë dalluese. Gjithsesi, në proporcion me këto krahët, këto duken simetrike, këndet i kanë të rregullta, kështu që besoj se jemi mirë. Nëse do kemi probleme, taksi radi do t'i heqim, do t'i montojmë prapë, tash ja morëm dorë. Kaq për urën mbrapa, mbetet për të vazhduar nesër.